Këshilli për operacionet zgjedhore ka shërtuar rekomandimin për emërimin e këshillave të vendvotimit për zgjedhjet lokale 2025, krahas formulës së përcaktuar më parë nga KQZ-ja për ndarjen e vendeve për secilin subjekt politik të certifikuar që ka rënë në komunat përkatëse dhe në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullave zgjedhore që rregullojnë përbërjen e këshillave të vendvotimit, rekomandon që të miratohen këto nominime nga subjektet politike. Pra edhe një herë për rikonfirmim, janë vetëm 3 komuna në të cilat janë nga 6 anëtarë të këshillave të vendvotimit për shkak të përbërjes atyre komuna me komunitetet të tjera, bëhet fjalë për Prizrenin, Mitrovicën e Veriut dhe Graçanicën, e cila përbëhen komunat të cilat përbëhen nga 6 anëtarë të këshillave të vendvotimit, ndërsa gjitha të tjerat janë me 5 anëtarë. Mirëpo për shkak të numrit janë edhe 2 komuna tjera për shkak të mungesës këtë rast të nominimeve për komunën e Parteshit dhe në Ranilugut, kërkohet dhe obligohet sekretariatit që të mbuloj pozitat e mbetura vakante, meqense nuk është arritur të kemi së paku 3 anëtarë të këshillave të vendvotimit në këto 2 komuna, meqense subjektet politike nuk kanë dërguar nominimet për këshillat të vendvotimit, pra sekretariati mbulon këto pozicione të mbetura vakant në këshillat të vendvotimit për këto 2 komuna. Rekomandojmë që të miratohet kjo listë e nominimeve të subjekteve politike. Faleminderit Avianet. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Ona, Gordana? Pozdrav za sve u sali. Ovaj materijal kasno dostupan kao i uvijek kad se radi o ovome. Htjela sam da preanaliziram samo Severnu Mitrovicu, opštinu Severnu Mitrovicu. Mislim da nije u redu da ispred Srpske partije na biračka mesta budu Albanci kao članovi biračkog odbora. Samo u Severnu Mitrovicu ima 7 Albanaca. Nisam stigla da analiziram druge opštine i zato neću da glasam za ovu odluku. Smatram da nije u redu. Pozivam i ostale kolege da ne glasuju, mada znam da nećete me poslušati. Faleminderit Gordana. Ka dikush diçka tjetër lidhur me këtë? Ona, Alban? Jo dini arsyeën se pse përmbahemi në votimin e listave ku përmbajnë pjesëtarë të listës serbe brenda, për cilët ne që nga fillimi kemi qenë kundër, dhe veç më shumë po justifikimi pse kemi qenë kundër po del në pa edhe po vërtetohet çdo ditë më shumë, përfshirë edhe sfundi se si u shpreh edhe kolegja realisht, ku Kosovën e sheh prej këndvështrimit etnik edhe jo të një shteti i cili përmban jo në vija të themi gjeografike e etnike pjesëtarët e popullsisë saj, domethënë banorët, qytetarët. Dhe kjo është edhe një arsye më shumë në ato që i kemi ngritur si shqetësime, andaj na bën të vështirë e të pamundur për me vendosë për votimin e një listë të tillë, me mirëkuptimin e të kolegëve, natyrisht bazuar në argumentet që i kemi ngritur edhe të cilat vazhdojnë që ndrojnë bile dhe të forcohen çdo ditë më shumë. Dikur diçka tjetër? Nëse s'ka dikur diçka, hedh në votim. Kush është për? Kush është kundër? Një kundër, abstenim? 2 abstenim. Atëherë me 8 vota për, 2 abstenim dhe 1 kundër, miratohen këshillat e vendvotimeve. Miratohet rekomandimi për përbërjen e këshillave të vendvotimeve. Pika radhës, pika 2 t'u largu, pika 3. Faleminderit kryetar. Këshilli i operacionit zgjedhore po ashtu ka shërtuar procedurën standarde të veprimit në lidhje me të drejtat dhe detyrat e vëzhguese në zgjedhjet lokale 2025. Ky dokument është përgatitur nga zyra e regjistrimit të partive politike. Kemi dhënë komentet tona si anëtar të këshillit të operacionit zgjedhore lidhur me këtë. Janë përfshirë gjitha dokumentet, duke përfshirë edhe nga anëtarët të KQZ-s të cilët nuk janë pjesë e këshillit të operacionit zgjedhore, e që përmes email-it kanë dhënë komentet për këtë pikë. Janë përfshirë që të gjitha, kemi bërë, po ashtu kemi kërkuar edhe disa përmirësime tjera që saktësohen rastet se kur zhvillohen intervistat, kur jipen deklaratat dhe ku bën incizimet dhe
si duhet të sillen vëzhguesit e subjekteve politike në qendrën komunale të numërimit dhe në QNR. Pra gjitha këto janë të përfshime, marr parasysh përvojën edhe të hidhur kështu të ndërhyrjeve për vëzhguesve të subjekteve politike që kemi pas në qendër komunale të numërimit dhe në QNR. Faleminderit. Nëse s'ka dikush diçka lidhur me këtë pikë, Unë Almer. Окей. Zahvaljujem predsjedavajući i pozdrav vas sve. Kao što sam primijetio u ovom materijalu koji ste dostavili, nijedan ovaj dokument nije preveden, samo je na albanskom jeziku. Zato, s obzirom da se radi o proceduri posmatrača, dobro bi bilo da se sve ovaj materijal prevede, da bi mogli posmatrači koji učestvuju u izbornom procesu da razumeju pravila i procedure koji ih sleduju i koji trebaju da je poštuju. Zahvaljujem. Po pajto me kolegun Almirin për brejtë që i ka, fakti ka qenë që ne edhe sot kemi punu në dokumente dhe ka qenë e pa mundun që ndoshta me u përkthy brenda një ore so ka mbet ndërmjet prej mbledhjes, po natyrisht që është obligim edhe domosdo që pas vendimarrjes materiali të përkthehet në gjuhët përkatëse dhe të ofrohet gjithve pa përjashtim. Dhe nëse s'ka dikush diçka tjetër, e hedh në votim, kush është për miratimin e kësaj procedure? Jena gjithë, po, me 11 vota për, miratohet procedura standarde të primit për drejtat dhe detyrat të vëzhguesve. Në të ndryshme, ka dikush diçka? Okej, nëse s'ka, atëre përmbyllim takimin.